Për çdo problem ose informacion tuaj, Fixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Fixfare. I qmesni që si flutura maja, po kot. Që jetojnë vetëm një ditë. Ma dita ma bëjnë nomin. E bëjnë. Do të flasim tani, doktor... Ti themi postulat goca ta kenë mënd vasë në veshë? Po. Jo, vajzat e mira goca shkojnë në parajs. Vajzat e këqija shkojnë ku duan. Parajs. Gea ti preferon parajsën, unë jam versioni 2 për vetën tjera. Edhe unë versioni 2 jam. E di. Kot nuk jemi 2 zemra një raun e të dy. Po. Do të flasim tani për vezët. Ti e di që një smundje shumë e tmerrshme mund të merret nga veza, siç është salmonela. Salmonela, çfarë emri bukur. Emrin e ka bukur. Ke famosh të smundje vetëm për emrin. Jo, sepse është një smundje vdekje plurse. Gjithashtu, Alisa më ka shkruar në skalet. Si Alisa na kujtohet. Po, se sot është dita ndërkombëtare e ushqimit. Por vezët që hynë në vendin tonë, sa të kontrolluara janë? A janë ato vezë që ne konsumojmë, kemi folur dhe herë tjera, a i plotsojnë normat e komunitetit evropian? Alisa, gazetarja jonë, ka ndjekur një rast se si vinë vezët nga Maqedonia. Vinë vetë në kome? Jo, blien atje pas një kontrol, mund të kalojnë edhe doganën pas një kontrol, sepse kur ke këtë nuk e nevoj për kontrole, por për më tepër, do të flas Alisa Mysliu. Sot është dita ndërkombëtare e shëndetit. Organizata botërore e shëndetësisë është fokusuar në këtë ditë pikërisht në sigurinë ushqimore. Në sigurinë ushqimore do të fokusohemi edhe ne sot në emisionin Fixfare, ku do të trajtojmë problemin e tregtimit të vezës në treg pa një datë skadence. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nga produkti i vezës shkaktohet sëmundja e salmonelës, por sa i sigurt është konsumatori shqiptar. Duke qenë se në treg shitet vezë e cila nuk ka një datë skadence, ne ndërmorëm një investigim për të parë se si futet kjo vezë në vendin tonë. Nga informacioni që kishim, veza futej nga shteti fqinj, Maqedonia. Stabilimenti i Pularis ku ne shkuam ishte afër qytetit të Bitolës. Bravo. Sabemi se drugarčina od Albanije. Se zainteresirani za jajca. Quando može da se napravi Karava? Sofia, to je 5,5. 5,5, znači 0,55. 0,5. Tako. Ajde, kao bi to ne rekao. Pasi ranë dakord që do të blinim rreth 30 kutime vezë, pronari Maqedonas na garantoi që do të na ndihmonte edhe për kalimin në dogan, duke na dhënë numrin e telefonit të një kontakti nga Shqipëria. A e mirë? Unë jam marrë një të ky Sasho Belimos të Pularia. Po. Tash ne deshëm me marrë ca vezë, mos kena makinë me transportu ai. Si do bëjmë? Duam t'i sjellim ca për Shqipëri. Çfarë kemi më? Vezmo. Ku ka numrin tim? Sasho ma dha. Më pas, pronari Maqedonas i Pularis kontaktoi vetë nëpërmjet telefonit. Ovdje nam je ljudi od Albanije gdje su zainteresirani za jajca. Da oni su slobodno vidjeli da napravi sve se plaća. Te slušaš? Aha, da, te slušao. Na prvom su mjestu. Ti od Albanije se ne znam. More važi juč. Baš, tashëm kam slobodno. Pasi u vendos kontakti, ata pranuan për të bashkëpunuar.
Kur të ktheheni nga Maqedonia duhet të më takosh në Korçë mua. Me la, din, takojnë Korçën, pastaj marrim punë këtu. Po, pastaj të them unë barojnë punë, se unë i di gjeracion. Ti marrim neve këtu apo ti do vish ti marrësh veti pastaj? Po do vi veti marru, ju garajën e vështutë, ma pastaj pastaj baroj unë gjera. Pas disa telefonatash, zotëria ka planuar të na ndihmonte dhe pagesa ishte 250.000 lekë për 50 kuti. Të tjerat do të na sjell materiali. Ne insistuam që zotëria që do të bënte kalime në dogan të vinte në Maqedoni, ku të na ndihmonte nga afër për të bler vezat dhe më pas për t'i kaluar në dogan. Ndaj e telefonuam sërish. Vjen ndërkohë makinën e vejkim, aq nuk më mbushet mua makina. Po me sa e mbush makinën ti? Paktën me 50-60 koli. Leri për nesër, unë kam të gjera të tjera, du t'i marrë edhe ato tuaj të regi të vi. Sa pak qka rruga ty për 50? Për 50 koli? Po varet që janë ka argjat ka dogan, majdonëse, shqiptare, ka nga. Pasi nuk kam dakord për sasin që do të kalonte në kufi, ne bëm një tjetër telefonat. Bo në llogarit, tash sa shkon fatura rrugës? 250.000 lekë vetëm doganat shqiptare e maqedonëse aty që janë. Po që ti më kalosh ato koli. Okej, dhe sa çon rruga ty tjera? Edhe të paktën një 250 që për vetë po dua. Tash 500.000 lekë ti i mbyll gjitha me dogan, me vet gjitha? Po, të gjitha. Edhe ku do mi lesh në Korçë? Po, sapi mund të kem deri në Korçë, ty qartë të duash edhe sa të duash. Marrë telefon për 20 minuta. Por sa lek duhet të paguanim dhe në cilën dogan do të kalonte kjo sasi vezësh? Neve do t'i provojmë ato vezë. Do vjen të marrë 25-30 kolis po të më të marrë dhe njëse. Po. Unë do t'i nxjerr ato nesër në mëngjes. Ose sot mbas ditës, ku si të kem punën, ora 19-12 të natës, të merr vesh. E kuptoj. Po vetë do të vjen që në Korçë nesër në mëngjes. Tash do nisesh të presun tani këtu? Do nisem unë tani. Do të marrë në telefon në numër Maqedonas ty. Për të ruajtur konsumatorin shqiptar, për të ruajtur jetët tona, duhet të jenë patjetër institucionet përkatëse që të vijen para përgjegjësisë dhe dhe të na mbrojnë, sepse në fundit kjo është detyra e tyre, për këtë paguajmë taksa neve, që ato institucionet të ruajnë shëndetin tonë. Okej? Institucionet shtetërore funksionojnë me taksa tona, e kupton? Më mbajnë mua nga rroga ty, Geas, Dorisës e të gjithëve. Dhe bëjnë shumë gabim. Dhe për aq kohë sa unë paguaj taksa, kërkoj që të më shërbehet si një qytetare evropiane. Mos kërkon të rend dhe qetësi? Sigurisht edhe rendin e qetësi. Shiko që ka ju këto mërliku? Dua të jetoj si një qytetare evropiane me që jam në mes të Evropës. Ka që kisha do. Shumë shkuri plotësoj qefet, ja. Po, Fillon kërkon rend, nes kërkon rrogë më të mirë, kërkon dhe i vilë më vonë. Ja, kështu fillon gjona. Po, apo aspirojmë të hymë në Evropë më? Ne aspirojmë, po kaq. Mirë, ham do një vezë të pa kontrolluar me që jemi në... Thjesht pa aspirojmë, nuk s'kemi shanseve sa duke. Publicitet.